Edhe në Shkosha Mbër shkoj me paset vallë, se jam të luftu për të minë e mi. A kanë pru mojët hunës në kanë pru. Nuk mujnë me duru kështu. Që se psikopati nuk di që ka me arë në herë kur sekretar. Tash, ai po thot, ky po thot, na do të me pas dokumentacione. Sindikata punëtore e kompanisë rajonale të mbeturinave në Prishtinë është duke mbajtur protestë para komunës së Prishtinës. Ndër shqetësimet kryesore të kësaj sindikate janë diskriminimi në pagesa, pasiguria në punsem, mungesa e transparencës, si dhe dyshimet për favorizimin e kompanive private të pastrimit. E kryesorja ndërto është borxhen të cilën komuna e Prishtinës nuk ja ka paguar me vlerë prej 2.7 milion euro. Pankartat të cilat kryesojnë janë paguaje borxhin ti borxhli keq, mos bëj politik me dështimin tënd, 900 familje po i le pa bukën e gojës e të tjera. Qërë ku jem? Në delë Po tallën me punëtor. Me punëtor janë të tallë. Ma shumë. A kanë pru mojët hunës në kanë pru. Nuk mujnë me duru kështu. Ku fejve të Kosovës. Do të me dojnë mu sëqaru me punëtor. Nuk mu me intereson a e ka i notin të drejtore kush. Kush do qovë letjet drejtore atje? Na? Qësh kena punu? Jem të punu. Kena me punu. Vesh një sen. Cili do drejtër që ka orë? Si për dëkës. Më intereso që edhe s'partisës kum luftu une për parti, kum luftu parlamentar. Mirë dëshmitar, për që umë në protesta 2023. Në mars, ju kujtuat shumë mirë. E dini, qaj njëmën, qaj përsen, i njëjti. Me asë një parti politike kur që më konas, s'ka me konë kur. Shem të punu për partina këtu. Po jo, pra. Po më interesë partia mu heq. Partia është poplë që kumë dhe gjak për qëtëva. Njërë sa jem. Mu më interesën njërë sa jem, që për njërë sa jem, luftaj edhe jem gjendje ku me di që ka me bo. A për më kuptën? Jo veç u për gjdo njënë këtu për qep tybe në dalë. Edhe jenë gatë. Bindu që apë tëmë, me punu për mbeturin, me punu me hek. Edhe qitë vanë punës, mas me ta leju, po këtu të me kollë kitë vanë. Se hojnat e kanë rogë për pora. Që se psikopati nuk di që ka me arë në herë kur sekretar. Allah është zoti i fundit kur. Njëherë nuk kanë egzistue, dy vana mu pagu faktura, janë të maltretuar dhe vetë qytetarët. Ata janë të hutum ku me bu pagesën e mbeturina. Kjo është që me ndurë, ishka unë jenë ka punë. Tash, ai po thot, ky po thot, na do të me pas dokumentacione. Këta do të me bës zgjidhje, a kupton? Menexhmenti nuk e zgjidh punëtori, nuk ka shku punëtori në kuti me votu drejtori, nuk e voton. Këto janë pallovra ty në ullhesa u këto. Asnjëherë nuk ka thonë kryetori komunës për të mirën e punëtorëve, vetëm për drejtorin që gjëja pe ullheq keq. Qëllindo drejtor le ta quajnë ata, punëtorët duhet me punu që e kanë mojt këtë qytet gjallë, edhe kanë me mojt. Kemi morë rrugët e mujt fundit, me gjithë se ka pak me vonesa, disa punëtorë nuk i kanë morë ende, përshkak se thuhet se s'ka mjetet bëllshme, që i blokon komuna, na këto politika nuk i dim. Na jem punëtorë që e mojmë qytetin, edhe këto e dojmë na. Mas me rovë viktim e politikave që i mbojnë këta ullhesat e maj. Që kjo është? Në tankimi që po zhvillohet brenda? Nuk dim çka po flitet. Ata mund me fol gjona që na nuk i dim. Duhet me dal para punëtor, me fol konkretisht, a është për të mirën e punëtorëve apo për politikat e tyre. Na nuk i dim. As nevës na thuan, nuk na informojnë absolut kur gjë për këtë punë. Kështu që na këtu janë klasa punëtorë dhe pozicat që e mojnë këtë qytet, e kanë mojtë vazhdimisht, për që ka egzistuar kjo. A ko kapacitet kompania pastrimi me gjume? Ko kapacitet, a ka qenë ajer qytetin këtë gjendje, s'ka qenë qyteti kur në këtë gjendje. E kanë blokue politikat. Dilni kësuni ka moti, ne e kësuni rrugën bëj, e kësuni qyshet, se rrugët kryesore, po hem privati, vës rrugën kryesore, tet privata janë edhe s'po mujt me prunë këtë gjendje, qyshe kemi mojt na. Vesh na për shpija kjo e veshër ne. Rruga arsyeshme do të me ku mas pokti 1.200 euro. Mas pokti. Në fakt që na i mormi 470 euro një vozit, ndërsa punëtori ko 430. Kanë hangër për edhe tollën me neve. Shkort edhe shqip. Kjo 400 euro duhet mi morë vetëm për nënçmimin e punës që bojmë na. Imagjinoti, këta janë të tollë me ndjesën e punëtorëve që bojmë. Ma dojnë muë për shemëll, LDK-sja, PDK-sja, dhe vendysës, ma dojnë terenin, pja marë për rritë të lira, për rëgën e dune. Për çka? Për interes. Po na ja morë me sitë PDK-ja, sitë LDK-ja, në mbeturinet i morë me për gjithë. 1 milion qytetar janë.
banor. Ka 1 euro, bojnë 1 milion euro në mujt, imagjino, dhe sot tash i fakturat i kanë bu mbi 6 euro. Plus bizneset janë me 4-50 euro. Ka parë, e din ta që ka parë, për atë arsye, punohen me bo privat, edhe me milion punëtor të rrugëve. Edhe në Shkosha Mbër shkoj me pasjet valë, se jam të luftu për të minë e mi. Edhe ju jeni punëtor me paga. Sot mjë cenu e drejta e punës, qka e një gjendje ju me bo? Veç që tu po du mjë rristë. Pse kë mi morë kompanit private në njërë jo ligjore. Tinzori ka morë. Njërë tinzore i ka morë, kompanit e veta. Dardanien një, edhe një tjetër nuk pedita. Po ne si ta këta... Që janë partijak politik, edhe që ata njerës kam punu të na. Edhe s'dolin heq për bolë të. Për bolë punëtorëve. Tyrë tëkë që kanë egzistuë. I kanë dëshmitarë. Kush e mojtë? Që ka dollë për parim Roma, vetë i ka shantazhu qytetarët. I ka thonë, mos e paguni mbeturinat në pastrim për pagunit e na. Na që ato mjetë i jem të i kërkuë. Thjesht. Me shka me pununa kur s'ki mjetë heq? Qa? S'jep rroga, s'ki as për kamiones për kuqo. Me shka? Pi blokon vetë pi blokon. Na i kanë marë 2 kamiona, kur na ka dhonë komuna kamiona, 2 kamiona i ka dhonë komunë. Si ka morë me qindra kamiona, me miliona ka morë borë. Gjaja se janë kulturës ata. Se kanë mi prish lullat ata. Nuk punujnë kur mo, vesë jenë me jetë që atë në komunë. Ata kanë garancien. Po ka morë me miliona, bojnë qindra kamiona. Keni pas ndoshta mundësin me i pa dhe pamkartat të cilat janë vendosura, janë pamkartat të cilat janë puro politike, duke se janë të shkruara të gjitha prej një dore të një individi cili ka pretenduar që përmes një shantazhi, përmes blokimit të ofrimit shërbimit ndaj qytetarëve me kriju një kolaps në kryeqytet. Ne kemi qenë të vetmit të cilët e kemi subvencionu të marrin pastrimit deri me tani me 400.000 euro. Ne kemi qenë të vetmit të cilët kemi blerë për ndërmarrjen pastrimit 8 kamion duke dashur që të rrisim kapacitetet e mundësive të operimit të ndërmarrjes pastrimi. Ne jemi e vetmja komunë në cilën operon ndërmarrja pastrimi e cila e ka liru ndërmarrjen pastrimi prej obligimit për ta furnizu kryeqytetin me kontinjer dhe ne me mjete vetanake kemi blerë kontinjere, do të thotë vetëm brenda vitit 2024 kemi investuar dikon 2.2 milion në këtë pjesë të infrastrukturës dhe përkundër këtij fakti jemi ballafaqsuar me probleme të cilat në fund të fundit kanë rezultuar, kanë qenë komplet puro politike. Pra ne këtë procedurë pastaj kemi dërguar në gjykatën kushtetuese dhe natyrisht si mas një interpretimi të zyrës ligjore e kemi konsideruar nga ai moment i pezulluar dhe ne pastaj kemi bërë 2 veprime. Në njërën anë ju kemi bërë qytetarëve të tjerë që tutje të paguajnë taksën tek ne, por në anën tjetër në dhjetor të vitit 2024 dhe në shkurt të vitit 2025 e kemi ripërsëritur kërkesën të ndërmarrja pastrimi që të vijnë dhe të nënshkruajnë kontratë me Komunën e Prishtinës, gjë e cila është refuzuar prej ndërmarrjes pastrimi. Andaj pamkarta jashtë që mundohet ta hudh fajin tek Komuna e Prishtinës, se gjaja se Komuna e Prishtinës ka bërsh ndaj ndërmarrjes pastrimi, është puro politike. Po natyrisht punëtorët janë të manipuluar, punëtorët e din vetëm një gjysmë të vërtet, punëtorët dëgjojnë vetëm rrëfime të cilat fatkeqësisht janë narrativa të krijuara mbi gënjeshtra dhe të pavërteta.